Janë tifozët e KF Vllaznia Shkodër për jetë të kuqe blu në darkën festive kushtuar 107 vjetorit të krijimit të klubit. Disa prej tyre kanë ndjekur Vllaznin që prej 60 vitesh nga njëra ndeshje në tjetrën, tjerët janë më të rinë në moshë, por zemrat të gjithëve rre fuqishëm për Vllaznin, krenari në futbollit shqiptar. Mes tyre ishin dhe futbollistë sotëm si Bekim Balej dhe Sherif Kallaku, si dhe ish futbollistë të mirënjohur si Astrid Hafizi dhe Ferit Borçi, të cilët në këtë ditë përcollën urimet më të përzemërta për klubin dhe shprehin dëshirën që këtë vit Vllaznia të shpallet kampione. Një eveniment i shkëlqyshëm që përkujton 107 vjetorin e Vllaznis dhe është një kënaqësi e madhe për ne tifozët shkodran që si mjet kemi një ekip të konsoliduar, një ekip pretendent dhe ecuria e ekipit ka qenë shkëlqyshme, rezultate fitore të një pas njëshme, me të vërtetë jena në delir dhe presim inshallah kena riskun, kena fatin të kurozona për titull. Sa është një qytet, është një skuadër, është një grup tifozerie të jashtëzakonshëm, të cilën e kemi në ADN, më duket, edhe kalojnë disa vite, nga kemi edhe ato jo arritet e duara, po unë mendoj që nuk vdesin kurrë. Vllaznia do mbijetoj, siç po e shohim edhe kësaj radhë vitet e fundit, për të arritur atë nivelet ku kena kanë gjithmonë. Përveç viteve 70-80, me të vërtetë i dha shumë futbollit shkodran. Unë personalisht kam marrë dy kampionate me ekipin e Vllaznisë si futbollist. Kam pasur shansin që kam marrë edhe 2 kampionate si trajner. Në këtë eveniment të madh që organizohet sot, duhet përshëndet gjithë ekipin e tifozëve të Vllaznisë që të bëjmë të mujtën këtë festë që ka Vllaznia sot. Dhe sigurisht i uroj gjithë mirat edhe të ardhën Vllaznia të marrin sa më shumë kulla kampionate. Kena dalë të qohë për stadiumit edhe kur kena hup, kena dalë të qohë edhe kur kena fitu. Stadiumit tjeri fije më i mushun, se sa shohin në për televizora më mirë, sa ata lëkë që hergjojnë më mirë stadium se sa në lokal. Qysh 72 neshin si na ka mbet kujtes, neshin e kups, kur Zan Rogami ndjeri, Zan Rogami bani 7 penalti. Aja 4 shesia është e pavdekshme, pavarësisht se nuk jetojnë më, Pavlinoja, Zan Rogami, sapo Bizit Dinxhega. Ata janë kanë pas zëvendësuar shumë për Shkodrën, po për gjithë kombin shqiptar. Unë ja uroj Vllaznisë se kjo Vllaznia shpirti e zemra jonë gac na as boks mund ham kur Vllaznia ose diçka të shkon keq, sepse jena rrit me këtë skuadër, kjo është skuadra më e madhe që ekziston në Shqipëri. Shoqëria sportive KF Vllaznia Shkodër u krijua 107 vite më parë me 16 shkurt 1919. Me këtë datë nisi dhe historia e futbollit shqiptar, ku Vllaznia ka qenë dhe mbetet protagoniste kryesore e këtij sporti në vendin tonë.